realisht organelet mrena qelizës lindin dhe plakën, njëjtë sikur trupi i njeriut. Autofagjia është, fjala autofagji është të hash veten. Tash, kur nuk ka trupi ushqim, kur nuk marrim ushqim 12 deri në 14 orë, atëherë qelizat patjetër duhet me shfrytzu ato organelet që janë mbetjet brenda asaj për me mujt me mbijetu. Tash, lizozomet i kanë disa enzima të cilët për shembull kur mesin pa ushqim krijohet kjo membrana që është e kuqja, që edhe lizozomet hin brenda membran edhe i shpërbejnë këto organele. Më thonë si lloj gërshan që në ato enzimat që i shërbejnë. Këto elemente që lirohen formë të aminoacideve, që riciklohen, rigenerohen edhe tash këto qeliza i shfrytëzon si ushqim në vend të ushqimit që na i quajmë. Nëse na nuk i qojmë ushqim, për shembull